E jo, përshëndetje gjithë dhe misi keni video për gaming dhe misi keni përse një video për chanelin tonë dhe misi keni video me Eve si më 56 bro. Gjë pa që do t'ju them bro është e dini bro, jam duke bërë ditën e 8 video, ditën e 1 qolla video e kaluar që do t'ik eventi i ri top duos bro, e ju thash video në kaluar bro që një qofë se ari të bëj video tjetër është 100% për eventin ose për më pak fjalë për drafta. Dhe shikoni pak bro sa drafta kanë bërë. Ibrahim të drafta dhe do të hap të pakon. A e shikoni bro, por më shumë për e bi bro, gjithë fansat e mi bro, gjithë doja t'ju thoja për një glitch, nuk e di në që se të jetë kur të adhën të video zëjet, por doja t'ju thoja që të gjithë bro, te ky Star Passi bro, është një glitch që mund t'a bësh pa as edhe një EFC points, pas një bro, thjesht i bën claim. Këtë që bëra unë tani, kështu që ju që të gjithë që po më dëgjoni bro, bëni këtë gjë, e keni nga mua po më ndihmoni unë bro, sepse është një glitch i FIFA-s bro që zotit për herë të parë ja futun FIFA-s. Tani bro, tani këtë tema ju e dharë së ndim bro, bërë një like një subscribe bro, që gjithë që më shkoni dhe GG. Tani bro, shikoni bro, a shikoni të tu? A jeni gati? Po, ose jo bro? Kështu që bro, doja thjesht ju thoya disa fjalë bro, jam duke bërë të video në këto orë vetëm për ju që mos ju lija, dhe më thënë që ose të premten ose të shtunë, por bro, doja t'ju thej një gjë që ndoshta si që i gëzova për të Star Passi që thash, edhe mund t'i mërzis një t'in ko. Nuk është bërë që pale YouTube-in, nuk është ose që po, nuk edhe më video, por është që thjesht një qovë se bro nuk më qëllon një litani mirë tu, kam frikë se EFC Mobile bro për një, sa të them unë, për një koti gjatë nuk los më, në qofë se vetë se më bërni bro 60 like, nuk e ma ativa bro që them tani, po s'me bërët kësh like bro, unë nuk ju në edhe asgjë, thjesht them jo për interes bro, thjesht kuptoni, esha në disja bro, tani hapon 10 drafta, të mos me që të asgjë hajrit, video mos të eci fare, këto mërzitën bro, nuk është si bërët ju dhe mërzitën me juve, nuk mërzitëm as pak me ju bro. Jam shumë i dumë të bro për mbërshëtetje që më keni bërë që më keni rritër i këtu që të tha bro. Në qoftë se kjo video nuk arrin 60 ose 70 like-a, unë nuk edhe me video me FIFA. Në qoftë se s'më qëllë një gjë e mi, kështu që bro, a jeni gati për të hapur të pako? Është gjëja me mire, me kërkuar në kanalin tim për të hapur pako direct live në video. Kështu që, a jeni gati bro? A jeni gati? Pa për rrezikshme situata. Hajde do zotin e një tani mirë. Hajde. Fuck bro. Si që pat, a pa dhe drafta, as një letari mirë nuk na qëlloj. Kështu që bro, si që është shpreja, it is what it is. Kështu që është qëfar është bro, as i nuk na qëlloj, e pat të na qëlloj thjesht papin të top 2 dhe. Nuk kam fjallë bro, normal, jam shumë mërzitur bro. Shikoni pak këtu. S'kam qefa bro. Si esho bro, a pa shtarë pa këmëra kujtë zaku dhe as edhe një tjetër. Ata ishin vajlesh, ky është lojtari mi mirë, kështu që gjithësi bravo për FIFA bro, është që super loj. Kisha shumë shpresa të më qëllon të më 117, 116, por si që është e thëmë bro, fati im në FIFA është kry, është kam baruar. Nuk e di bro, shumë veta bro më komentojnë me qëlloj ky, me qëlloj aji. Bravo bro, unë kam shumë i lumtur që fansat e mi janë duke bërë ekipe, më thënë disa shqiptar janë duke avancuar në këtë lojë duke bërë ekipe over të larta, por thjesht më mërzit fakti që i sajta është bro të kjo eventi, sa mund të rap në t'i kama gjonja 50 draftare. Edhe jam thjesht i pa fat. Da, vetëm mi lodhur i lojës me qëlloj. Ja. Kështu që bro, nuk kam fjallë, nuk kam qa të them. Thjesht bro, për disa ndeshet të top 2, nuk e di, kam fjallë. Qa të konë kjo bro, nisi, ta ish. Kështu bro, jam tej mase, i mërzitur sepse normal. Sepse normal bro, unë pres të më binte një lojtari mirë, të pak të 115, por
FIFA në dha thjesht 113 edhe kaq. GG bro, GG, s'kam të them. Kjo ishte çfarë ishte, kështu që kam bërë dhe një challenge moti tu të live events. Më mirë po thoya ti bëja forfeit, ta bëja për ju, ta hapja edhe një pako tjetër tek Capedi që them. Edhe një pako të fundit 3000 diamante, një 5000 kam, kështu që e hap edhe një. Nisi bro, nuk është se pa pres në gjithë të mirë, por ajt pa hap. Thjesht normal bro, 109 është. Për mua bro është thjesht se pa mundur të më qelloj një litar i fortë në këtë event. Është të pak Di Maria më duaj, të pak në Sony, të pak në nuk e di, bro, të pak në Marneja, të pak në Pavlidis, nuk e di. Nuk e di bro. Okej, na që nga bërë një gjë këtu, sa në jep, na ja 105 diamante. Okej, GG. Më falni bro, në qëse jam pak si mërzitur nëse do... Ja, po bëm bëjnë nëmë vetëm për ju bro. Win the match, score one goal and win the match, edhe win the match with a goal. Okej bro, thjesht për marrë të ekipin, jo, është ekipi Arsenalit, duke jam farë si Arsenalit, thjesht për them që mi që kam shumë gol dhe karetar më të mirë. Pase që ta kanë shumë, nuk e di, nuk ka së dhe të di. Ta janë komplet bro, fakt, si shkoni gjithë me silver bro, vetëm dy të mirë, së me sonë sanë bro. Po si dhe ekipin e Arsenali, Gabriel, Salibatim, edhe po vazhdoj i lumtur, nuk kam në një arsye kam plot, bro, po. Është thjesht një lojë, bro, është thjesht një lojë dhe nuk kam se të zemëroj ma i shumë për një lojë, thjesht tani për janë njësaj lojë edhe GG's. Hajt me kërkaresh, okej, bro, e di që të bëj. Odegaard i vazhdon tek, kape, bro. Odegaard i lej skjelli, bro. Edhe një qëtësi të thëja, ndeshjet e Shqipërisë në Poloni po afrojnë bro, kështu që shumë fatë bro për komentaren të arim në kupën e botës, një gjë e vështirë, por jo e pa mundur. Çdo gjë është e vështirë bro, kur e imagjino, po kur ja del, thua pa thaj, je varasën si ja dola. Kështu që për gjithmonë të ta provosh e fati. Nëse gjithsesi bro, hajde po vazhdojmë me FIFA, mos dalim nga tema e thënjeve, se si mi fare njerëz si thënë, që thënë një goli 2 besoj, yes, 2-0. Nisi bro, me thënë dhjetën, them se eventit sabet ka qenë eventi më i shkatruar, më i dopt dhe më i keq për mua. Uroj që eventi Champions League dhe son gran splash dhe në 2 eventet e reja Champions League besoj se dini, po për son gran nuk e din që ose dini, nuk e di. Thjesht dhe në të 2 eventet që të dalin, do zoti kam në i fat, por besoj se qofse FIFA nuk sjell formatin e pakove sërish. Edhe në qofse FIFA nuk sjell sharts atun. Thash bro, nuk kam video me FIFA në qofse në qofse një vizitari do për në qofse zete videoa 60 ose 70 like. E ti bro janë shumë për që ti bërsoj. Uroj bro që të vej, nise nuk e di, nuk bito të tueca bro se kuptoni. E qava bërë në tueca me 10 ylla 110.000 diamante. Vlodha dhe më shumë bro se unë e nisa videon. Po hapa një draft pa dashje. Edhe ndalova nga inati bro. Kështu që edhe një që do të bite këto bro se jam në humor. Kon bro, unë e kisha parasysh kur të nisa video, mos të mërzitesha, por kjo i 10 euro që bëri pak free, po thjesht ishte ideja, të pak se më qelloj gjë mirë bro, s'më qelloj 115, shkënderoj me 115 bro, i lesht. Që në një këthenca se me telefoni je barsha rasën. Më raj 115, unë rrava të të një kësen që në një gjë, po me 113 që një person dhe 111 të gjithë thjesht 30.000 diamante të shkuara në kosh, lodhja e në kosh, minuta të orët që lozë FIFA në kosh, që nuk është se kam shumë spesa, nese. Të ekipin e Liverpoolit e shkatruan bro, Isaku vdi qfare, ju thua, kama bro. Dhe për natën e kalorët të Champions League bro, nuk e din që se pat Noah Lang. Bro, nuk, kur e kujtoj atë imazh, nuk flas dot për gishtin e tij sa keq bro. Dhe më tha këtë humbur gishtin fare, katastrofë. Është një katastrofë e vërtet. Edhe për FIFA bro, uroj sa më shpejt të dali FIFA 27, se kjo FIFA 26 ka qenë një ndër FIFA-t më të dopta, si në mobile, në kështu në PlayStation nuk e di bro, se unë nuk është e los në PlayStation FIFA 26 ose PES e football në
PlayStation është mund të kem FIFA 22 dhe 21 kaq nuk I kam të reja të. Se dini FIFA 23 ka qenë pra një bërë, ka qenë FIFA e fundit. FIFA e fundit e mirë. Kurse pasaj që kur morën të kontratë me EFC sa ishte një gjë, edhe FIFA 23, 24, EFC 24, mund të qenë ashtu, pak nga pak, mirë, keq, mirë. FIFA 25 ishte keq, ishte pak dobët, por FIFA 26 ishte katastrofë dhe thjesht nga EA-ja është një kanosje, nuk e di një është pa mundur bërë, unë thjesht mendoj se kjo FIFA sa po vazhdon EFC më fani se si FIFA s'bet më EFC-ja sa po bën evolution, si ta them, si përparon përpara aq më kot po bëhet. Dimi se për personat që keni fat normal thoni eventi më mirë, gjë më mirë. Edhe po të kisha fat normal, për mua bro është katastrofë. Është një katastrofë e madhe të mos më qelloj një lojtar I fort, një lojtar që ja vlen, ja bro. Ty eventi ca bet mos e pafsha më kur. As edhe një herë event më katastrofë. Se ky nuk kam parë. Nëse bro, e vetëm gjë e vlefshme që bëran të video që të tregoj për atë glitchin, kështu që nuk e di se çfarë më bëse vetë kjo video, kështu që bro, le ta heqim të ritmin e keq në negativ sepse por puna që më lëndon është arsyeja që kjo bro mund të jetë video e fundit me EFC Mobile dhe as nuk po tallem. Mund të jetë video tjera me Roblox, me një Call of Duty, me një lojë Among Us, të tilla. Se ndonjë tjetër. Kështu që bro, nëse nuk vjen të gjëjë se të like, ky është e fundi me EFC Mobile. Ju kërkoj ndjes që fansat e EFC Mobile, por ju falenderoj shumë një herë që më keni mbështetur te YouTube, por jam thjesht shumë I lodhur me të lloj bro dhe nuk mundem më të los. Ja, për shembull të vazhdoj kështu një 10 video me FIFA, unë as një zbra do të miku truri. Kështu që ju kërkoj ndjes nëse video është shkurtër, uroj të ketë pëlqyer që kjo video. Edhe shihemi në videon e radhës. Bye bye.